На секои локални избори Кичево е една од општините каде што изборната трка е секогаш жестока. Официјално Шкодран Алили ја објави својата кандидатура за градоначалник како независен кандидат. Во емисијата Daily Click тој изјави дека Кичево има потреба од промени и дека ќе побара поддршка од партиите Дуи и Вреди. Unë apeloj edhe prej televizioni ju, i shfrytëzoj rastin, nëse më jepni hapësirën, që të bëjnë një thirrje që të na votojnë të dyja partitë politike. Ju mbështesin. Tani, po e bëni thirrjen publikisht, por a do të kërkoni që të takoni me ata dhe sy më sy ndoshta për ndonjë marrëveshje? Është e pakuptim nëse ne se kërkojmë atë punë. Do të thonë ajo është e domosdoshme që ne të kërkojmë mbështetjen e të dyve partive politike ose të dy taboret politike që kemi në qytetin e Kërçovës. На прашањето што ако и актуелниот градоначалник Фатмир Дехари повторно се кандидира, Алили одговори дека дојде време да се остави простор за младите. Besoj se është e frikshme edhe për atë që të bëjë një rotacion politik, të hapi krau në rini, të motivoj rini, të mbështesi rinin, është koha si rinia që e ka mbështetur atë në çdo cikël zgjedhor, në çdo ëndër të tij ose vendim se ku do të jetë dhe ku do të udhëheqë, rinia e ka përkrahur pas një kusht, është momenti që tash t'i jepet hapësira kohës, hapësirë t'i jepet të rinisë, që me të vërtet ta tregojmë edhe ne atë çka dim dhe sa mundemi të ndërtojmë për. Од Вреди најавија дека ќе имаат свој кандидат, додека Билјалка Сами ја оцени кандидатурата на Шкодран Алили како блиска до Дуи. Алили негираше, потсетувајќи уште еднаш дека е независен кандидат. Инаку ИВМР ДПМН се очекува наскоро да го представи својот кандидат за градоначалник.